Pas i bar, jeta vazhdon normalisht. Vetëm Shqipëri, një fjale vetme, thuajse e panjohur dhe teknikisht asnjëherë shpjeguar plotësisht mund të bëj kaq zhurmë për 4 muaj rresht. Por ja, që ky raport i cili u tha se ishte rrëzuar, se ishte bllokuar nga 8 vende apo 9 vende të BE-s, kaloi. Kaloi dhe testi i vështirë dhe delikat ai i drejtësisë. Ndërkohë sot në Bruksel u hap zyrtarisht një raund i ri negociatash që dhe ai është i vështirë. Pronat. Një gangren që vërtet u shkaktua nga vitet e komunizmit, por që u infektua thuajse pa shërim këto 35 vjet, me nisma ligjore kriminale si ligji 7501 apo legalizimet. Rama thotë se reforma kadastrës do ta zgjidhte situatë, por duket thuajse e pamundur. Kaluam nga reforma komuniste, ku toka i takonte atij që e punonte, te 7501-shi, toka nuk i takon atij që është pronar, te legalizimet, ose thënë ndryshe, toka i takon atij që e zë i pari. Sigurisht fajtor për këto janë të gjithë politikanët e këtyre 35 viteve, por nëse ka një kryepërgjegjës, ai ri sot në zyrën e tij të përjetshme Selim Blu. Sali Berisha i gjeti letër të bardhë Shqipërinë në vitin 1992, por në vend që të vizatonte një projekt të bukur dhe me perspektivë zhvillimi, e shtoroi vendin në një fshat kaotik me pronar fals, me gjykatës fals, me ekonomi piramidash. Por nuk është ky problemi vetëm i Sali Berishës. Ai u kthye ndërkohë në sponsorin më të rrezikshëm ndaj të ardhmes europiane të Shqipërisë. Firma e tij politike gjendet poshtë dy momenteve kyç të dështimit të integrimit, vitit 96 dhe vitit 2019. Në këto dy momente historike, njëherë në pushtet dhe njëherë në opozitë, Sali Berisha hodhi në erë procesin e integrimit. I ngjashëm ishte edhe rasti i Barit, kur dhe element të moderuar të Partisë Demokratike u shndërruan në radikalistë të egër, në zgjedhjen dhe egon e smurt të një plaku që nuk bindet dot, se koha e tij ka mbaruar. Por megjithse i bar kaloi, nuk mund thuash se dëmi nuk është bërë. Vendi ka probleme serioze, edhe reforma në drejtësi ylli polar i integrimit duket se ka humbur shkëlqimin e saj. Majoranca pas 14 vjetësh ka humbur gjithashtu rolin e engjëllit dhe ende ndonjëherë por humbur në purgatorin e mëkateve të saj dhe luhatjeve të humorit të bashkimit për çështjen e integrimit. Dhe kur këto dy humore negative bashkohen, siç është në rastin gjerman, produkti që del është dëshpërues. Kancelari Merz tani thotë se integrimi i Ballkanit perëndimor nuk është më shumë prioritet se sa i Ukrainës apo Moldavisë. Në thelb, ai nuk dëshiron as integrimin e tyre, por ka hallin e zgjedhjeve që me siguri i humb, ashtu siç rrezikon të humbë edhe Macron. Dhe sigurisht, nëse spaku, Malizia dhe Shqipëria nuk antarësohen në BE në 2-3 vitet e ardhshme, ky do të ishte shgënjimi më i madh i miliona ballkanasve të një brezi të tërë. Dhe nuk di nëse më pas do të kishte vlerë të bëjë gjyqi nëse fajtorët janë në Tiranë, Podgorica apo Bruksel. Pasi në një rast të tillë nuk jam shumë i sigurt gjithashtu se kush fiton dhe kush humbet më shumë. Për këto do flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Ristori në këtë program që i dedikohet fillimit të fazës tjetër negociatave. Treçja e qeverisë është në Bruksel për negociata me Komisionin Evropian. Pas pak pritet një konferencë përshtypje e Edi Ramës me komisionerin e zgjerimit zonin Marta Kos. Me mua sot në studio janë Arseta Gjyli, mirëmbrëma Arseta. Geron Kamberi, mirëmbrëma Geron, specialisti i çështjeve të integrimit. Plator Nesuri, mirëmbrëma Plator. Mirëmbrëma. Dhe Flogert Musha, mirëmbrëma Flogert. Mirëmbrëma. Arseta dohet ta nisa me ty. Pas gjithsaj rrëmuj, 4 mujore për i barin, cilin me thënë vërtetën, po të pyesësh njerëz të thjesht, nuk është se e din konkretisht çfarë është. Po në fakt në sondazhin ton, Bordje nuk e di nëse regjia e ka tabelën gati, kemi tabelën gati në sondazhin ton të dieshëm, e kemi në ekran, duket se shumica mendojnë që raporti është raport teknik, po që u fry nga propaganda e opozitës, ndërkohë shikojmë që 29.5% tonë që është gjëja e dur, kanë besim të integrimi, ndërkohë që 23.7% mendojnë që është merit e opozitës. Pra me din ka që kur doli lajmi, temi mediat pranë opozitës dhe vetë, përveçse opozitës tonë që u miratua rezoluta me konsensus, prandaj edhe u miratua i Bari. Me të në vërtetën është pozicion edhe pak komik, po edhe pak tragjik e opozitës, do flasim pak më vonë. Megjithatë, ja ku jemi sot, duhet i Bari është kapërcyer, negociatat vazhdojnë, po nuk e di nëse jemi mirë apo jo. Po patjetër që jemi mirë, unë shikoj kalimin e i Barit si një pikë kyçe për çështjen e negociatave, duke qenë se tani më konsiderohet që jemi në ato që mund ta quajmë real game, pra në lojën reale të procesit negocimit.
Por, është e vërtet që në këto 4 muaj është trajtuar sikur ka një ngërç, apo ka patur një ngërç me këtë çështje, ndërkohë që është thjesht një hap i radhës për procesin e integrimit, nuk ka të bëjë me vetë rolin e Shqipërisë, me pozicionimin e Shqipërisë, apo me të gjithë lojën apo situacionin politik të Shqipërisë së brendshme. Ka qenë një hallkë e cila duhet kalojë dhe duhet kalonim tek faza tjetër. Është shumë e thjeshtë për ta thënë me terma më të kuptueshme për publikun. Dhe kjo si etapë, ndryshe i Bari, do ta perifrazoj dhe do ta jepja me 3 etapa. Etapa e parë kemi qenë tek ato piketat hyrëse, të cilat janë kaluar të gjitha, pra kriteret e vendosura të procesit negocimit të cilat janë kaluar të gjitha. Kanë qenë piketat e dyta që kanë qenë piketat ndërmjetëse, ndryshe të quajtura interim benchmarks, dhe i Bari në vetvete përkthehet interim benchmark assessment report, që do të thënë raporti i cili në vetvete jep që ti i ke kaluar këto piketat ndërmjetme që janë vendosur procesit integrimit. Është konsideru një farë mënyre ne i Barin e përkthyem në terma politik, si t'ishte një tabu, një herezi për Shqipërinë në procesin e integrimit, gjë që nuk është e vërtetë. Dhe kalimi i Shqipërisë në këtë etapë të dytë do thotë që ne jemi në fazën e procesit real të negocimit, ku me konferencën sot ndërqeveritare të 8 që Shqipëria, dhe nuk do të jetë e vetmja, pra nuk është konferenca e ditës sot me vetmja konferencë që do të mbahet në procesin e integrimit, çdo etapë do të ketë konferencat e saj në kuadër të këtij procesi. Kjo konferencë e ditës sotme do të përcaktojë edhe ndryshe piketat përmbyllëse, pra që është etapa e tretë, që do të thotë të gjithë, si mund t'i perifrazojmë ndryshe piketat përmbyllëse, janë direktiva ose po themi në plan politik dhe në plan institucional do të jenë direktivat lëna nga Bashkimi Evropian. Shqipëria duhet i plotësojë në kuadër të klasterit që përfshin kapitullin 23-24 që janë të lidhura me çështjet e drejtësisë. Kështu që jemi në një moment shumë të rëndësishëm, kalimi i Barit është i rëndësishëm, që në plan politik dhe në plan procesit të integrimit. Geron, për shkak të, siç edhe vetë shqiptarët e perceptojnë, duket nga sondazhet, për shkak të egzagerimit pa lidhje që i bëri opozita, dhe për fat keq edhe shpresës që ajo pati që ky provim mos kaloj, unë mendoj që pati një shmangje nga debati vërtet mbi thelbin e këtij raporti vlerësues. Pse? Sepse debati u bë, diskutuam në mbrëmje me kolegët e mi, e kalove klasën se kalove klasën. Pra u diskutua është 4 apo është 5. Dhe asnjëherë nuk u vlerësua, okay, është kalus, po çfarë note ka realisht? Pra jemi ke nota 5, jemi ke nota 6+, jemi ke 7-. Pra ka vlerë ky lloj debati tani? Unë besoj që debati që ka më shumë vlerë, më shumë se nota, sepse ne jemi ende në proces, pa nuk e kemi. Nota vlerësuar në sensin që ti e kalove, por ke drejtuar gjëra për të shemi akoma. Po shikosh raporti, për te atyre vlerësimeve që bën, për çfarë ka kaluar Shqipëria për të që përmendje Darseida, piketat e ndërmjetme, ka vendosur pra si detyrë për këtë grup kapitull, pra grup kapitullin 1, sepse aty doja të theksoj që është themelori, pra themeli mbi cilin ngrihen të gjithë katet e procesit negociator midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. 5 grup kapitull të tjerë ngrihen mbi këtë grup kapitull, i cili si thua, tu përfshi edhe drejtësia, i cili justifikon dhe zhurmën, po jo vetëm drejtësia, është kriteri politik, janë prokurimet publike, është menaxhimi financiar, janë statistikat, është rendi, është siguria, është drejtësia. Pra, jo rastisht, pra, gjithë kriteret e Kopenhagit në ato shtyllat kryesore, dhe kjo shpjegon edhe zhurmën politike, sepse ne kemi grup kapitullit tjerë po aq të rëndësishëm, siç është grup kapitulli 2 që ka të bëjë me tregun e brendshëm, edhe që ka 80% të akis. Po ke prona dhe, ke kontrolin ushqimor, ato hajde kaloj. Do të thoja që janë jashtëzakonisht kapitull shumë të vështirë dhe siç e dini tashmë, paktën më aq informacion sa ka rrjedhur, qeveria shqiptare në pozicionet e saj negociatore në Bashkimin Evropian ka kërkuar dhe faza kalimtare. Po, ka kërkuar zyrtarisht. Për sigurinë ushqimore ka kërkuar antarësimit. Ndërsa, përse e përket asaj që ju përmendet pak më parë, në çfarë niveli është vlerësimi dhe raporti realizimit, ka qenë një raport i cili do të thoya të paktën nga një lexim që i kam bërë, ka pasur gati 50-50. Pra, në shumë prej zërave që ka kërkuar qeveria shqiptare, që i ka plotësuar Komisioni Evropian, nëpërmjet edhe Koleas, pasaj që ka dhënë dhe Koreperit, që janë 2 strukturat politike, gjysmë politike do të thoya, të procesit, që janë përfaqësues të Bashkimit Evropian politik që janë aty, dhe vetë Komisionit.
Ndërkohë, ajo çfarë vlen të theksohet, edhe që ndoshta duhet kemi parasysh edhe në mënyrën e rrugtimit të këtij procesi, është ajo që do ketë një emër tjetër në fund që quhet Kobari, pra që është raporti përmbyllës i piketave. Pra, jo i bar, Kobar. Kobar, pra, është një term që vjen nga anglisht, të gjithë termat sa për dieni, Bashkimi Evropian është i mbushur me terminologji teknike dhe ndoshta për ata që na dëgjojnë një pjesë për tyre mund të vëllojmë paksa edhe të mërzitshme. Po është burokracia e Brukselit, dhe njohur po. Ajo çfarë doja të vlerësoja edhe një moment tjetër mjaft të rëndësishëm për këtë grup kapitull është fakti që në momente caktuara bëhet dhe vështirë matja. Pra në qoftë se për grup kapitull tjerë ti ke aki, pra rregullore, direktiva, ligje, pra rezultatet në terren, po marrim një rast konkret. Pra, shteti shqiptar të tregoj prova të dukshme për luftën ndaj korrupsionit ose krimit organizuar. Çfarë quhet prova të dukshme në një farë kuptimi? Pra, se nuk ka as numër, pra, kaq, nivele, etj. Gjë që shpesh unë i kam përkufizuar këto nganjëherë si kritere fizamonik, të cilat në një farë kuptimi duhet një aftësi bindëse shumë e madhe dhe me provat përballë negociatorëve që janë nga Komisioni Evropian, për të bindur ata lidhur me nivelin e realizimit. Dhe një element tjetër shumë rëndësishëm për ta mbyllur është fakti që vërtetësia e këtij procesi që justifikon edhe këtë ngërç që u krijua me raportin ndërmjetëm është roli dhe peshat që kanë marrë vendet anëtare me metodologjinë e re të zgjerimit brenda procesit. Në proceset e mëparshme negociatore ku janë pranuar vende të tjera kandidate në Bashkimin Evropian, përfshirë Kroacinë që ishte e fundit që ndoqi këtë metodologji bashkë me Serbinë dhe Malinezi paktën në mes të procesit, shtetet anëtare hynin në proces vetëm në fund, mbasi ishte përmbyllur i gjithë kapitulli. Ndërkohë tani fusin duar dhe më herët. Jo, është sepse vetë metodologjia që u miratuar në 5 martë 2010 me komgullin e presidentit Macron, pikërisht këtë synonte. Të gjithë vendet të cilat ndjeheshin sikur ishin përjashtuar në fazën e procesit negociator, përfshirë Francën, e cila kishte edhe një lloj skepticizmi mbi procesin e zgjerimit, nëpërmjet metodologjisë i dha një rol dhe pesh vendeve anëtare nëpërmjet këtyre mekanizmave që u përmenda pak më sipër, siç ishte Korea, që është grupi i ekspertëve brenda Këshillit Evropian, ku mbledhen ministrat e jashtëm për politikat e zgjerimit, dhe Koreperi që janë të gjithë ambasadorët e Bashkimit Evropian, Komiteti Përhershëm i Përfaqësuesve në Bashkimin Evropian. Pra e bëra këtë shpjegim për të kuptuar edhe këtë, jo vetëm zhurmën, por edhe vetë sfidat që ka procesi dhe në përmbylljen. Do flasim këto, po trim të zhurmë, sepse mjeshtri dhe mbreti zhurmës është Sali Berisha, i cili udhëhoqi një fushat disa mujore kundër temi qeverisë, duke paralajmëruar dështimin e IBAR-it, bllokimin e integrimit. Në një moment ta integrimi i Shqipërisë është shkormoqur totalisht për shkak të Edi Ramës, korrupsionit qeverisë tij. Po le të ndjekim pak transformimin e Sali Berishës nga shkurti i këtij viti deri dje në Foltore, kur me kokën poshtë u detyrua të pranonte të kundërtën e asaj që kishte thënë 4 muaj arresht. Kauza e opozitës ra. Prej muajit shkurt, Partia Demokratike me në krye Berishën ngritën tymnajën se procesi i integrimit evropian për Shqipërinë ishte bllokuar, por si lindi kjo propagandë e kreut Partisë Demokratike? Burime shumë serioze informojnë për diskutimet e gjëra që po zhvillohen në kancelaritë europiane dhe në Bashkimin Evropian, në të cilat nuk përjashtohet dhe opsioni i zhbërjes së plot të procesit integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që në Bruksel punoi, në Tiranë aludoi. Sali Berisha akuzonte se 9 vende apo 1/3 e Bashkimit Evropian kishin vendosur veton për raportin e ndërmjetëm IBAR, pasi Shqipëria nuk plotësonte kushtet. Kur pritej të diskutohej për raportin e vlerësimit të standardeve të shtetit ligjor në Shqipëri dhe luftës kundër korrupsionit, numri vendeve që u shpreh kundër votimit ti u mbi dyfishue. Nga 4 u bën 9 dhe ne ju kishim parajmëruar për këtë, ju garantoj se herën tjetër do t'jenë 13. Tymi opozitës shtohej me takimet e Bardhit dhe Tabakut në Bruksel, të cilët përpiqeshin me direktiva doktorit të tentonin bllokimin e IBAR, por kur IBAR u miratua, Berisha nisoi dorëzimin.
Fillimisht deklaroi se raporti është ndryshuar dhe Shqipëria ka marrë karton të kuq. Raporti i finalizuar, i paraqitur me 2 shkurt, në pozicionet e përbashkëta që paraqet me 21 maj, ka pasqyruar me vërtetësi problematikat madhore të regjimit Edi Rams. Por të hënën, një ditë para uljes së Shqipërisë në konferencën ndërqeveritare në Bruksel pas miratimit të IBAR, doktori pranoi se raporti u miratua. Natyrisht, ndokush mund të pyes, po pse atëherë u vendos të kaloj? Po, ka një faktor geopolitik dhe ky rajon do t'i përkas Bashkimit Evropian e kjo është një vlerësim i jashtëzakonisht i drejtë, historik dhe me interes shumë të madh për kombet tona. E vërteta ishte se raporti i IBAR nisi të shqyrtohej në muajin mars dhe në Bruksel u ndoq thjesht procedura teknike prej 3 muajsh, mbledhje pas mbledhje për të formuluar dhe dakordsuar një raport të përbashkët në mënyrë që të kishte konsensus edhe nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pa ndonjë surprizë apo qevmbetje në fund. Megjithatë, tymi për bllokimin e integrimit i vlejti pak doktorit për të mbuluar sadopak rikonfirmimi në garën me veten në referendumin e Partisë Demokratike. Tani ka vetëm një test. Partia Demokratike ka nënshkruar rezolutën për integrimin evropian të Shqipërisë, bashkë me Partinë Socialiste, duke u zotuar të sillet normal në rrugë dhe në parlament. Në pritje të protestës së radhës, Berisha duhet të zgjedhë edhe flamurin me të cilin do të protestojë. Amerikani mban non gratën, Europiani kalon raportin IBAR, kurse Gjermani nuk i pranon Molotovët. Flogert, është e pabesueshme se si është një sjellje politike që e ka karakterizuar për 35 vjetësh, por është e pabesueshme që nuk ndryshon fare metodologjinë. Po ndoshta i funksionon me ata që ai ka audiencë synuar. Se varet çfarë audiencë synuar ke. Me audiencën e synuar që ai ka, besoj se është narrativa e duhur. Okej, mund të jetë 23, mund të shkojë 18, 15. Do mbesi dyti. Domethënë këtë besoj se do e japi dhe Rama i dorë një moment që të mbesi i dyti se aty duhet. Por ajo që është interesante dhe që është një dezinformim i vazhdueshëm dhe këtu e kam kritikën për veten, po e nis nga vetja dhe pastaj Te mu mos e kalo. Jo, po e përhap. Te mua mos e kalo. Jo, ka një gjë Sokol. Ne ngatrojmë shpesh dhe themi që këtu kemi të bëjmë me një problem me IBAR-in, thoshte opozita dhe disa media, që nuk kalohet IBAR-i, së është çështja X. Në këtë rast ishte çështja Balluku. Ishte çështja Tahiri që nuk na hapte negociatat, iku Tahiri, prap Macroni kishte zgjedhje atje dhe nuk u hapen negociatat. Pasi u fituan zgjedhjet, u hapen negociatat. Dhe kjo narrative përdorur bie në qoftë se gazetarët ose vullneti për të bërë media të drejtë dhe të vërtetë hyn dhe lexon kërkesat dhe pse janë kundër për shembull disa shtete. Për shembull, nuk kishte të bënte as fare me historinë e SPAK-ut dhe hetimet e tij, fakti që Greqia të fut një stërkëmbësh dhe ka i kërkesë për minoritetet, për pakica. Pastaj Austria të thotë për një muhabet tjetër, pastaj një shtet tjetër. Pra, po të lexosh arsyet aty nuk është arsye individi. Unë isha në Bruksel. Kisha dhe një bashkëbisedim me disa eurodeputet, ndërta një bullgar që kishte që nga 2009. Dhe pyeta në studio, është çështja filan? Është personi? Nuk ka të bëj fare, tha, çështja individëve. Pra, çfarë bëhet në Tiranë, është që doktori bën atë që duhet të bëj. Ai është politikan, do e hedhi topin në një pjesë të fushës, kush e ndjek, e ndjek. Problemi është që këtu ne E ndiqni të gjithë. Po e them për vete unë çketi, do po e marr unë kusurin, se sigurisht që ata që na ndjekin e din kush bën çfarë bën secili, por media, dhe këtu dua t'ja vë këtë faj medias, se politikës nuk diskutohet, nuk me ti merre, dakor, po merre verifikoja. Po nuk e verifikojnë më zotëri, domethënë ata dalin dhe thotë doktori atje është çështja filan,
dalin të gjitha dhe thonë është çështja filan. Jo të gjitha, patjetër, po dalin. Me gjatë bëjmë një pyetje që mos sumin kohë me doktorin është kohë humbur. Patjetër. Sot pash gazon Po Barin. jo është një betejë, më fal, vetëm këtë doja ta thoj. Ka një betejë teknike dhe një betejë politike. Teknikën sigurisht që dukshëm Shqipëria, dhe unë kam komunikuar me njerëz në qeverinë e Malit Zi që thonë tani që Shqipëria nga ky moment që miratohet Bari do na parakaloj. Malazezët thonë, shqiptarët që janë qeveri atje, thonë që do na parakaloj Shqipëria, sepse ushtria dhe ca punë që ka bërë Shqipëria përpara se të bëjë Bari, ne jemi mbrapa. Kjo është një gjë, ama lufta politike, se nuk është vetëm teknik. Fund fare është politik. Lufta politike është fituar sërish nga Edi Rama dhe me mënyrën e tij, dhe Rama nuk ndryshon. Pra çfarë bën? I lë të degradojnë kundërshtarët duke thënë ja nuk u bë, bllokua integrimi, iku i Bari Dhe i paralajmëroi shkreti tha, prisni ta se do ndodhi ta se me borën e paqes. Ndihmon pra ndonjëherë doktorin, ja hedh një dorë, po tani është me moshë kjo punë dhe vjen prap momenti tani që ai shkon atje, ulet me ata. Një pyetje shpejt që kam edhe për ty dhe për Platorin, se po e bëjmë me Platorin. Plator sot pak dëgjova që Kryegrupit Parlamentar të PD-s ka propozuar 3 ligje të reja. Kur pash të mu duk prap një përpjekje tjetër për të filluar një tjetër cikël debati, tashmë prap duke përdorur integrimin, duke përdorur gjëra idenë konsensualiteti etj, pra sikur hidhen 3 shashka të tjera për ta ndjellur sërish qeverinë apo mazhorancën në një përplasje, ndërkohë që rezoluta e famshme flet që kur vjen puna e integrimi do bëjmë gjithë dakord. Shiko, është tjetër gjë çështja për ta përfshirë vetveten, sepse kemi opozitë e cila gjatë gjithë se kohë, jo vetëm që nuk kanë ndihmuar, por punë rrezik ka bërë të kundërtën. Pra në korridoret e bashkimit si në Bruxelles, si në Strasburg e tjerë, ka luajtur pisë. Ka luajtur pisë dhe në këtë kuadër tani që duhen edhe rezultatet, pavarësisht se kemi një rezolut miratuar, patjetër që do të kërkoj të nxjerr paktën disa benefice të tjera, përsa i përket rolit për të ndihmuar për çështjet e integrimit. Ky është një element i cili ka të bëjë më tepër me rrjedhat politike të këtueshme se sa me vetë procesin vetveten. Dhe në këtë kuadër, tani u fol për doktorin, por doktori këtë gjë ka tani. Hapi edhe lojën e heqjes së non-gratës, do të kemi lajme të tjerë, do mund të ishin të dyja paralel këto, kështu që Patë non-gratës e kuptuam, por ishte për gardën e vet. Kurse kur ti del nga gardi jote, pastaj fillon e hedh kanali ureve të zeza për te është çik problem apo? Realisht, se te gardi jote rri, po çfarë dush? Realisht e the edhe këtë gjë që është kohë humbur Berisha. Tani merrem me Berisha. Jo. Realisht është vërtet kohë humbur. Jo. Sepse në fundit Shqipëria është diçka shumë më lart sa aq më tepër një politikan i cili nuk po di të orientohet dhe e ka shbër vetë partinë e vet, se sa ti besojmë ne tani aq më tepër çështjet e integrimit. Ne s'po i besojmë votën, jo më ti besojmë çështjet e integrimit. Kështu që edhe çdo shqiptar me Jo, po flas për këtë brezin e riu. Sepse dhe këta ishin shumë radikal të që quheshin të ponderuar, pro-europianë etj. Këta u bën edhe më radikal se Berisha. Çështja e integrimit të Shqipërisë është një kauzë e cila i prek gjithë shqiptarët, me qenë këta socialistë, demokratë e tjerë. Dhe pavarësisht se si luan politika, ne këtu nuk jemi për të parë qëndrimet e politikës shqiptare, por çfarë i shërben dhe si po vën rrjedhat e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë kuadër patjetër që ka çështje, siç e tha edhe kolegu për sa i përket edhe Malit Zi për çështjen e parakalimit. Parakalimit teknik. Në kohë kemi pamjet live nga Bruxellit, konferencë për shtypje nis pas pak. Gjithsesi, tani ajo çfarë është e rëndësishme dhe që do ndodhi sot, dhe do dalin në konferencë për shtyp, është fakti që Bashkimi Evropian tashmë është i vendosur për të zgjeruar dhe për të zmadhuar hapësirën e vetë edhe në Ballkanin Perëndimor, pavarësisht problematikave që ka secili vend. Dhe kjo është gjë parësore. Ajo çfarë ne do të diskutojmë është se si do të jetë metodologjia për ta integruar gjithë këtë hapësirë e cila është ende asnjëse themi në brenda Bashkimit Evropian. Normale edhe politikat e vendeve të ndryshme janë të dallueshme
ndryshe ka interesa Franca, ndryshe ka Gjermania, ndryshe ka Hollanda, apo Italia, apo vende tjera. Në këtë kohezion që krijohet, pavarësisht se do merren edhe çështjet e konjunkturave të brendshme janë pjesë integrale edhe ti mund të jesh shumë mirë, po për hir të konotacionit në cilin ndodhet situacioni politik brenda një organizate të tillë, domethënë ti mund të mos jesh. Ndërkohë kjo duhet shfrytzuar. Padyshim që Ukraina dhe lufta atje ka ndryshuar gjithë metodologjinë dhe mënyrën, sepse nuk është futur asnjë vend, aq më tepër tani komplet disa vende, pra Shqipëri, Malizi, Serbi apo dhe Maqedonia Veriut, që të jenë pjesë integrale e Bashkimit Evropian, dhe kjo metodologji komplet ka ndryshuar. Pra, në një farë mënyre nuk do të jenë kaq rigoroze fundi çështja e mënyrës se si do të monitorohen. Pa ti mendon që do ketë një qasje më të butë, thonë ju? Po shkohet ka ai që quhet integrim gradual. Dhe për cilën foli dhe Rama sot. Presidenti francez Macron. Po, një fjali se pasaj që po flet Marta Kos, vetëm mbyllë shpejt. Jo, këtë desha të them tani, ndërkohë që Gjermania, e cila realisht ka qenë kritizere për këtë gjë, duket që e ka përqafuar këtë propozim si të Francës, Italisë dhe të Austrisë. Të vendeve të mike të Ballkanit. Por e ka futur për herë të parë tani që këtë proces të integrimit gradual të jetë dhe Ukraina. Të jetë dhe Ukraina. Le të vi dhe Ukraina, vetëm mos na heqin ne. Është shmangur Moldavia. Moldavia, ta shikoj, Moldavia është pak më komplikuar sepse është edhe ideja çat merret nga Moldavia e bashkohet të Romanisë, ndoshta ka gjithmonë një plan B për Moldavinë. Marta Kos, live nga Brukseli bashkë me Edi Ramën. Të madhe prej më shumë se një dekade, sepse nuk është diçka që ndodh brenda ditës. Kështu që kur konfirmojmë këto piketat ndërmjet me mbështetjen e së drejtës, konfirmojmë që puna juaj e 10, madje edhe më shumë viteve në këtë fushë ka qenë e suksesshme. Janë miratuar ligje për të mbrojtur të drejtat themelore dhe grupet në nevojë, hapa vendimtare janë hedhur për të siguruar që të gjithë shqiptarët të kenë të drejtë për një proces të rregullt ligjor. Kemi parë vetingun e qindra gjyqtarë dhe prokurorëve dhe ngritjen e institucioneve të reve të qeverisjes së gjyqësorit që kanë ulur ndikimin e politikës në gjyqësor. Kemi parë ngritjen e SPAK-ut, strukturës posaçme kundër korrupsionit e krimit të organizuar, që është institucioni flamurtar antikorrupsion në Shqipëri që ka vërtetuar që mund të jap rezultate dhe të bëhet institucioni më i besuar në Shqipëri. Kjo reflekton mbështetjen e fortë të popullit shqiptar për reforma të thella në sistemin e drejtësisë dhe fuqia transformuese e procesit antarësimit të BE-s duhet më së pari mbi të gjitha të ndihet nga qytetarët shqiptar vetë. Ky është një themel i fortë për të punuar mbi të, duke arritur këtë gur kilometri kyç, sot ne po vendosim me vetbesim edhe termat e rrugtimit përfundimtar drejt antarësimit në BE-s. Sot kemi vendosur objektivat e fundi. Shtetet anëtare kanë përcaktuar piketat mbyllëse për kapitujt më të rëndësishëm, për shtetin e së drejtës dhe të drejtat e themelore, për sistemin e drejtësisë, antikorrupsionin dhe luftën kundër krimit të organizuar. Arritja sot me çel një fazë të re të bisedimeve të zgjerimit dhe bën të mundur për Shqipërinë të ecë përpara drejt mbylljes së kapitujve. Pra pa hapjen e sotëm, mbyllja e kapitujve nuk do të ishte as pak e mundur në të gjitha fushat e politikave. Dhe në momentin që plotësohen kushtet, ky është momenti për të kremtuar, për të intensifikuar punën. Ne do të vazhdojmë të mbështesim punën dhe vizionin e Shqipërisë për të mbyllur negociatat në vitin 2027. Shqipëria duhet ta përdorë të energji pozitive të gjeneruar nga ky hap për të ecur përpara. Piketat mbyllëse për të cilat ka rënë dakord BE-ja sot janë një sinjal i qartë për çuar Shqipërisë se
pritet progresi më teshëm. Mbështetemi tashmë te Shqipëria për të intensifikuar reforma dhe kjo duhet përfshijë të gjitha forcat politike në vend dhe të bëhet në konsultim si me shoqërinë civile, ashtu edhe me publikun. Shteti së drejtës prek çdo qytetar. Reformat që i shërbejnë Shqipërisë mund të arrihen vetëm duke marrë pikpamjet e të gjithë personave të prekur në konsiderat. Tashmë është koha që të përmbushim pritshmëritë e qytetarëve shqiptar duke intensifikuar harmonizimin me BE-s dhe duke dhënë rezultate për ato reforma që kanë peshë për ta dhe më shumë se 90% e qytetarëve shqiptar mbështesin antarësimin tuaj në BE. Kemi një rrugë të gjatë përpara, por do të mbi shumë shpejt, kështu që shfrytëzoni këtë moment të kremtoni arritjen dhe le të kthehemi me një herë punës. Ne po punojmë fort në procesin e zgjerimit. Ju thatë që doni të keni rezultate dhe rezultatet janë këtu. Për hyrjen nga hyrja e Kroacisë në BE në 2013 deri te Komisioni aktual i Bashkimit Evropian me nisjen e mandatit në dhjetor të 2024-s, në 11 vjet kemi mbyllur 5 kapituj. Nga dhjetori 2024-s deri më tani kemi mbyllur 11 kapituj. Tashmë në të ardhmen do të arrim shifrat më të larta në mbyllje, por tashmë prejush sa më shumë kapituj të mbyllen në rrugtimin e antarësimit të Shqipërisë, aq më shumë i suksesshëm do të jetë Bashkimi Evropian. Falenderoj shumë kryeministër, falenderoj shumë dashur Edi. Faleminderit, fjala është për ju kryeministër. Faleminderit shumë. Dear Marilena Agapimo. E dashur Marilena. Thank you so much, Marta. Faleminderit shumë e dashur Marta. Nuk më do mua? I was thinking to say ljubim te or not. Po mendoja të thoja apo jo ljubim te, por e di që ljubim te nuk është saktësisht varianti sloven, po edhe mund të jetë. Faleminderit. Okay, good. Mirë, në rregull. Tani jam e lumtur. Why you laugh? Po pse qeshni? You are young. Jeni të rinj. Don't know yet the value of love. Nuk e dini ende vlerën e dashurisë. You have to see and learn from Duhet të shihni e të mësoni nga dashuria e Shqipërisë për Bashkimin Evropian. Dashuria e pashtershme, pa kushte. suffering love sometimes. Dashuri që sjell vuajtje ndonjëherë, por ja ku jemi. Dhe sigurisht jemi të lumtur, jemi shumë të lumtur, sepse kemi arritur një tjetër gur të jashtëzakonshëm kilometrik. Kemi thyer një tjetër rekord. Ashtu siç e theksoi edhe Marta, siç e ka theksuar në një sër rastesh, ne I çelëm të gjithë kapitujt brenda 11 muajve dhe ishte shumë shpejt, ndoshta sepse ishte shumë vonë, dhe kaluam nga kjo tek faza e nisjes së mbylljes së kapitujve me këtë konferencë të sotme edhe njëherë brenda një afati shumë të shkurtër. Kështu që ndihemi të energjizuar, të inkurajuar, por gjithashtu edhe me më shumë përgjegjësi, sepse e dim që nuk është fundi, është vetëm fillimi I fundit. Dhe e dim që duhet të bëjmë shumë më tepër punë, por ndoshta është po kështu edhe momenti për t'ju thënë të gjithë shqiptarëve në atë të cilët kanë ndjekur Ibarin me kaq pasion dhe siç ju thash më parë në sallë, fjala Ibar u bë edhe më trendi se sa fjala kupotrore. Ja që kështu jetojmë ne me antarësimin në Bashkimin Evropian, dua të them që sot kemi një vend I cili ka një PBB prej mbi 27 miliard eurosh dhe nisëm me 10 miliard euro. Kemi një vend I cili
private sector. Ka një pagë mesatare në sektorin privat 912 euro dhe në sektorin publik rreth 1100 euro dhe kemi nisur me një pagë mesatare prej 325 eurosh. Kemi sot një vend që sot ka shkuar nga 300-400 investime direkte të huaja në miliarda vitin e kaluar, por rriten investimet, por rritet ekonomia dhe nuk duhet vazhdojnë, por është shumë e rëndësishme që njerëzit të kuptojnë se e gjitha kjo lidhet me punën që ne po bëjmë së bashku. I bari, piketat, të ndërmjetme, të parme, të pasme, tingëllojnë abstrakte, por janë mjaft reale dhe kanë të bëjnë me faktin që kemi atë për cilin sot morëm konfirmim, institucione të forta, shumë të forta se sa 10 vjet më parë, një sistem drejtësie të fuqizuar dhe që është i pavarur si kur më parë në historinë e vendit tonë. E nisëm me stigmën e një vendi ku kishte kulturë pandëshkueshmërie dhe sot duket si të ketë që në një epokë në një kohë të shekujve më parë, ndërkohë që ishte vetëm pak vite më parë, bashkëpunimi ynë në ligjzbatim me partnerët evropianë është më i thellë. Administrata jonë është gjithmonë më tepër e angazhuar, e investuar dhe e aftë, siç e tregon edhe puna që bëjmë ngushtësisht me Komisionin dhe rrugtimi ynë evropian është i pakthyeshëm. Dhe e gjithë ky është sfondi ose më mirë themeli për pjesën tjetër, për paga më të mira, për vende më të mira pune, për investime më të mëdha e kështu me radhë. Pa dashur të them shumë më tepër, dua thjesht të falenderoj nga zemra së pari Komisionin, sepse është një kujdestar vërtet që na ndihmon në çdo hap të kuptojmë çfarë duhet të bëjmë dhe si duhet ta bëjmë. Dhe kjo e bën BE-n bekim për një vend si i yni që ka dalë nga një histori pa institucione, pa traditë të institucioneve, e pa një traditë mirëfilli të shtetit. Dhe ky është një proces shtet ndërtues. Dua të falenderoj po ashtu Silvion, zëdhënësin ton të dashur në emër të kujdestarit që i duhet na sjell lajme të mira e të këqija. Ka qenë shumë kuptim plot dhe po e bëj këtë falënderim sepse është konferenca e fundit ndërqeveritare ku ai përfaqëson BE-n. Më pas dua sigurisht të falenderoj dritën e diellit që solli Shqiproja jo vetëm sot, sepse sot ishte punë e përbashkët, ne sollëm ca diell nga Shqipëria, ju ca nga Qipro dhe më së fundi ky qytet grije i mërzitshëm shndriti. Njëherë, dua të falenderoj po kështu shtetet anëtare që kanë bërë një punë të jashtëzakonshme bashkë me Komisionin për t'i vënë të gjitha gjërat në linjën e duhur dhe të na sfidojnë. Është sfida më e madhe me cilën jemi përballur. E dim këtë, njohim magnitudën e saj dhe jemi gati të përballemi dhe them pa asnjë lloj përpjekjeje për delur, për të kesh Bashkimin Evropian nga ana jote është një garanci që ja del dhe ne do t'ja dalim, do t'jemi antar të kësaj familjeje brenda kësaj dekade. Unë e di
e ndjej, do të luftoj për këtë gjë së bashku me ekipin ton dhe jam shumë i bindur që Marta nuk do të heq dorë nga kjo përpara fundit të mandatit të saj që përkon me herën e fundit që Shqipëria do t'jetë jashtë kësaj shtëpie. Faleminderit po kështu pra të gjithëve për gjithçka. Jemi shumë të lumtur dhe ndihemi shumë të inkurajuar sot. Faleminderit kryeministër. Tashmë fjala është për ju për pyetje. Do ta nis nga zonja që është aty pas. Mirëmbrëma, Denata Shkodrani, Televizioni Publik Shqiptar. Kryeministër, përgëzime është një hap i madh për ju dhe për qeverinë tuaj. Dua të di kush duhet ta marrë meritën për ngjarjen e sotme dhe cila është arritja më e madhe e Shqipërisë. A është e mundur që t'jemi antar në vitin 2028, kryeministër? Jo, kjo është për Martën e Marilenën, nuk është për mua. Të cilat duhet marrin meritën, cilë duhet marrë meritën, e di që Marta do të thotë Marilena, Marilena do të thotë Marta. Duhet të them që ky sukses është i mundur për shkak të mbështetjes së fortë të qytetarëve shqiptar dhe fal udhëheqjes suaj të fortë. Procesi i zgjerimit, në të vërtetë, ne mblidhemi këtu sa herë që flasim për kapitujt, për piketat, për grup kapitujt, për çelje e mbylle, por gjithçka çfarë bëjmë, e bëjmë për njerëzit. Dhe kjo mbështetje kaq e lartë në vendin tuaj është udhëheqja më e mirë që mund të ketë vendi. Shqipëria po shfrytëzon këtë moment historik, ku zgjerimi është edhe një herë përparësi e Bashkimit Evropian. Dhe nëse dikush e kupton që kjo dritare, kjo derë mundësie nuk do të jetë, pra nëse dikush e kupton që kjo derë dritare mundësie nuk mund të jetë e hapur gjithmonë, ky është vendi juaj. Dhe duke kuptuar këtë, ju mund të jeni të suksesshëm. Kur flasim për datën, ju thash që mbështesim vizionin e qeverisë së Shqipërisë për të mbyllur negociatat deri në fund të 2027 dhe pastaj do t'i ngjitem korabit së bashku me kryeministrin. Kjo është e vetmja piket shtesë mbyllëse që kam pasur sot dhe shpresoj Marilena që edhe ti mund ta mbështesësh të. Mund të bëjmë një kompromis, mund të t'i ngjitemi kullës Eiffel kur Franca thot po, mirë se erdhët në klub. Do të jetë më e vështirë se korabi. I will now move in the... Mirë, do shkoj publicitet praktikisht s'kemi çfarë themi tjetër, sepse i tha kryesisht Marta Kozgjida, e cila ndër tjera komplimentoi direkt e kryeministrin, por për më shumë e posit e live, për këtë më herë pas publicitetit.